Fermerët Erion Bufasi dhe Afrim Çela nga fshati Gjazi njësisë administrative Krutje, prej disa vitesh kanë bashkuar kapitalin ekonomik, fuqinë punëtore dhe kanë krijuar 3 hektar sera diellore për prodhimin e perimeve. Bashkëpunimi ka rezultuar i suksesshëm dhe fermerët vazhdojnë të shesin për eksport prodhimin e domates me një çmim mjaft të leverdisshëm, duke krijuar të ardhurat të mjaftueshme për familjet e tyre. Avantazhet e këtij bashkëpunimi janë të dukshme pasi i gjithë prodhimi është i kontraktuar për tregun e jashtëm. Përdorimi i teknologjisë së lartë, duke filluar nga përzgjedhja e varietatit, plerat e përdorur si dhe lufta biologjike ndaj dëmtuesve dhe futja e bletëve në kohën e lulëzimit në ser, ka bërë që prodhimi të jetë 100% brenda parametrave të kërkuara nga vendet e Bashkimit Evropian. Kemi biznes familjar me këtë ortakun, punojnë si familje, 2 familje, marrin e punëtor sezonal në moment aty. Çdo gjë është me blet, është bio, me insekte, me tëra gjërat, prodhimi është super. Çfarë jemi me tani? Reklamime për cilësinë a keni pasur? Tregoj vetë malli si nevojë për reklama. Është super. Siç e shikoni dhe vetë, prodhimi është në fillimin e sezonit. Është bio. Është bio, si duket edhe këtu vetë. Pjekja është normale. Këtu kemi të bëjmë me biologjik. Insekt. Insekt biologjik. Blet dhe çdo gjë shkon për bukuri. Prodhimin e keni Për eksport apo tregtoni edhe për tregun vendas? Po, prodhimi është i gjithë për eksport, prodhojmë edhe për në treg vendas. Edhe çdo mall që është këtu në sera është i certifikuar. Super i pastër. Nuk kemi pasur probleme. Janë marrë analizat, çdo gjë shkon në rregull. Futja e prodhimit vendas ju e keni për eksport, por keni edhe për tregun vendas, por dhe fermerëve të tjerë të zonës. Ndikon në rënien e çmimit pasi çmimet e domates vajtën deri në 4.000 ose 5.000 lekë të vjetër. Tash që u fut prodhimi i vendas, kemi rënje? Ka rënje Po, çmimi. kemi pak rënje. Nuk flasim për eksport, por për tregun vendas. Para 3-4 ditësh ishte 2.2 domatja. Sot është 1.8. Po gradualisht prodhimi del edhe çmimet do normalizohen. Kjo e ka me orë çdo gjë. Do piqet sipas radhës. Do piqet e para, e dyta, e treta dhe fillon çdo gjë me radhë. Gjatë bashkëbisedimit, fermerët janë shprehur se edhe shumë fermerë të zonës, duke parë rezultatet e tyre, po kërkojnë mundësi për të bashkangjitur apo dhe për të krijuar bashkëpunime të tilla.